Hiqni dhjamin e tepërt nga barku me këto 6 super arma natyrale. Pse dhjami në bark është më i rrezikshëm dhjami i barkut, nuk është vetëm një problem estetik. Ai është një nga format më të rrezikshme të dhjamit, sepse rrethon organet vitale si mëlçia, pankreasi dhe zora. Ky quhet dhjam visceral dhe lidhet drejt për drejt me diabetin e tipit 2, sëmundjet e zemrës, tensionin e lartë, problemet hormonale, lodhjen kronike, lajmi i mirë. Dhjami i barkut është edhe më i lehti për t'u eliminuar, nëse ndiqen strategjitë e duhura. Në këtë seri do të zbulojmë 6 super arma të vërtetuara që ndihmojnë trupin të djegë dhjamin e barkut pa dieta ekstreme dhe pa palestër të detyrueshme. Super arma, një ushqimi që ul insulinën, sekreti kryesor i barkut të shesht. Insulina është hormoni që vendos nëse trupi djeg dhjam apo e ruan atë në bark. Nëse insulina është vazhdimisht e lartë, barku nuk do të zhduket kurrë. Sado ushtrime të bësh, ushqimet që rrisin insulinën, buke, badhë, sheqerpije të gazuara, ëmbëlsira, patate të skuqura, makarona të rafinuara, ushqimet që ulin insulinën, super arma. Vezëmish i pas të peshperime, jeshilevaj, ulliri, avokado, rregulli i artë. Nëse do bark të shesht, hiq sheqerin dhe mielin e bardhë. Super arma 2 uji, djegësi i fshehtë i dhjamit. Shumë njerëz vuajnë nga bark i fryr jo për shkak të dhjamit, por për shkak të dehidratimit. Kur trupi nuk ka ujë, ngadalson metabolizmin, ban toksinaruan dhjam sa ujë duhet. Minimumi 2-2-5 litra në ditë, një gotë, sapo zgjoheni një gotë para çdo vakti trup profesional. Uji pak limon në mëngjes aktivizon djegjen e dhjamit në bark. Super arma 3 gjumi, hormoni që shkrim barkun se flini më pak se 6 orë. Rritet kortizoli, hormoni i stresit, barku fillon të ruajë dhjam, rritet uria për sheqer. Studimet tregojnë se personat që flen pak kanë bark më të madh, humbin peshë më ngadalëri, kthejnë kilogramët shpëgjumi ideal. 7-8 orë çdo natë gjum para orës 23:00 pa telefon 1 orë para. Gjumit e vërteta. Mund të humbasësh më shumë dhjam duke fjetur mirë se sa duke bërë 1 orë palestër. Super arma 4 agjerimi i ndërprer, pa uri, pa stres. Agjerimi i ndërprer nuk është dietë. Është orari kur trupi fillon të djegë dhjamin e barkut, forma më e thjeshtë. 16 orë pa ushqim, 8 orë për të ngrënë shembull. Darka, ora 19:00 vakiti tjetër, ora 11:00 gjatë agjerimit. Insulina bie, trupi përdor dhjamin si energji. Barku fillon të tkurret, nuk është i përshtatshëm për grashtacna, persona me probleme serioze shëndetësore. Super arma 5 ecja, ushtrimi që shkrim barkun pa lodhje, nuk ke nevojë për palestër. 30-45 minuta ecje çdo ditë. Ul stresin, rrit djegjen e dhjamit, nuk rrit kortizolin, ndryshe nga vrapi i rënd. Ecja nuk lodh, nuk rrit urinën të qëndrueshme afaqat këshill. Ecje pas darkës, bark më i shesht në mëngjes. Super arma 6 mendja, arma që askush nuk e përmend, stresi kronik. Blokon djegjen e dhjamitrit, barkun shkakton fryrje, teknika të thjeshta. Frymarrje e thellë 5 minuta, qëndrim në natyrë, shputje nga rrjetet sociale. Barku fillon të zhduket kur trupi ndihet i sigurt. E vërteta që pak njerëz e pranojnë, shumë persona mendojnë se barku largohet vetëm me dieta ekstreme, palestër intensive, pilula magjike, por në realitet barku largohet kur trupi hyn në gjendje djegjeje, jo ndëshkimi. Në këtë pjesë do të shohim planin konkret, gabimet më të zakonshme dhe ushqimet që sabotuan mira njerëz pa e kuptuar. Plani ushqimor 7 ditor, i thjesht, realist, funksionon për barkun. Ky plan nuk ka uri dhe nuk kërkon peshore. Dita 1 mëngjes, 2 vezë, perime, 1 gotë ujë me limon drek. Mish pulev, pesh sallat jeshile, vaj ulliri dark. Sup perime shkos i thjesht, dita 2 mëngjes. Kost fara qeaqa jeshil drek. Oriz kaf, sasi e vogël, perime, mish dark. Omlet me perime, dita 3 mëngjes. Vez të ziera avokado drek, peshk, sallat e dark. Gjiz perime, dita 4 mëngjes. Agjerim vetëm ujë, kafe pa sheqer drek. Mish viçi, sallat e dark. Sup dita 5 mëngjes. Kost fruta pylli drek. Peshk perime dark. Vezë dita 6 mëngjes. Agjerimi lehtë drek. Mish pule, sallat e dark. Gjizë dita 7 mëngjes. Vez drek. Ushqim i lirë pa teprime dark. Sup ose sallat rregull i artë. Nëse barku është problem, dark e lehtë ose hiç fare. 7 gabimet për të mbajnë barkun. Gabimi 1. Po ha pak, por gabim kaloritë e ulta. Ushqimet e gabuara, bark i palëvishëm. Gabimi 2. Po bën shumë ushtrime për barkun, ushtrimet për bark forcojnë muskujt, nuk djegin dhjamin mbi ta. Gabimi 3. Po pipije dietike, 0 sheqer, 0 dëmëmbëlsuesit artificial. Rrisin insulinën, frym barkun. Gabimi 4. Po ha fruta në mbrëmje, frutat janë të shëndetshme, por sheqeri i tyre shkon direkt në bark në dark. Gabimi 5. Po anashkalon yndyrat e shëndetshme pa yndyr. Hormonet që rregullohen barku ruan dhjamin. Gabimi 6. Po ha shpesh do snack, mban insulinën, lart, bllokon djegjen e barkut. Gabimi 7. Po stresohesh për peshën, stresi, kortizol, bark më i madh. Ushqimet e shëndetshme për të trashin barkun. Këto ushqime duken të pafajshme, por mbajnë barkun të fryrësin dhjamin. Drithëra integrale, të përpunuara, jogurt me fruta, lëngje, fruta, smoothie me shumë fruta, biskota, fitness. Se kohë duhet realisht
Nëse ndjek këto rregulla, 7 ditë, fryrja ulet 14 ditë, barku fillon të tkuret 30 ditë, ndryshimi i dukshëm 90 ditë, transformimi plot sekreti, konsistenca, jo perfeksioni. Në këtë pjesë do zbulojmë armët natyrale më të nënvlerësuara për barkun. Pije, çajra, zakone të vogla dhe të vërtetën për suplemente. Këto janë detaje që bëjnë dallimin mes barkut që ngec dhe barkut që zhduket. Pijet të shkrin dhjamin e barkut, pa kimikate, pa rrezik. 1. Ujë, limon, krip deti në mëngjes, kjo pije. Aktivizon mëlçinul fryrenzit djegjen e dhjamit si ta përgatisësh. Një gotë ujë të vakt lëngu i limoni i maj krip deti pije sapo zgjohesh, para çdo ushqimi. 2. Çaj jeshil. Rrit metabolizmin, ndihmon djegjen e dhjamit, visceralul, oreksin, pije 1-2 filxhan në ditë, mos e pi në mbrëmje, ndikon gjumin. 3. Kafe zez, pa sheqer, kafeja. Rrit djegjen e dhjamitul, urin, përmirëson fokusin truk. Kafe para ecjes, efekt 2 fish për barkun. 4. Ujë me uthull mollë ndihmon në stabilizimin e sheqerit në gjakreduktimin e barkut të frdoza. Një lug uthull mollë, një gotë ujë një herë në ditë. Çajrat të ndihmojnë barkun, çaj xhenxhefili përshpejton tretjenul inflamacionin, çaj kamomilul, stresi ndihmon gjumin. Armik i barkut. Çaj mente redukton fryrën, qetëson stomakun, pije një çaj në mbrëmje për bark më të shesht në mëngjes. Suplementet e vërteta për marketing. Nuk ka suplement që të djeg barkun pa ndryshuar zakonet, por disa mund të ndihmojnë. Magneziul stresin përmirëson, gjumin ndihmon tretjen. Omega 3 ul inflamacionin, ndihmon djegjen e dhjamit. Vitaminat ndikon në hormonet e dhjamit, mungesa lidhet me bark më të madh çfarë të shmangësh. Pilula Fat Burner, produkte me kafein ekstra me premtime, 10 kg në 7 ditë. Zakone të vogla shkrim barkun. 1. Mos ha pas orës 19. 00 Trupi djeg më shumë dhjam gjatë natës kur stomaku është bosh. 2. Mos ri ulur shumë çdo 30-60 minuta. Çojuec 2-3 minuta. 3. Rituali i gjumit para gjumit. Dritë e ulët pa telefon, frymëmarrje e thellë. 4. Mos e lufto barkun, qetësoje trupi i stresuar. Mbron dhjamin, frym barkun, si të mbash barkun të shesht. Përgjithmonë sekreti nuk është dieta, por sistemi. Ushqimi thjesht, orari qëndrueshëm, gjumi prioritet, ecje çdo ditë pa obsesion. Barku i shesht është rezultat i balancës, jo sakrificës. Nëse ke arritur deri këtu, tashmë e di çfarë funksionon. Tani do shohim si ta zbatosh çdo ditë, pa u dorëzuar dhe pa e rikthyer barkun. Plani 30 ditor HPPSH. Ky plan është ndërtuar për njerëz real, jo për modele fitness. Java 1. Pastrimi, ulja e fryrjes, qëllimi. Bark më i shesht, më pak fryrje hiq. Sheqerin, pjetë e gazora, bukën e bardhë bëj. Ujë, limon çdo mëngjes, ecje 30 minuta çdo ditë, darkë të lehtë rezultat. Fryrja bie ndjeshëm brenda 5-7 ditësh. Java 2. Aktivizimi i djegjes, qëllimi. Nis djegja e dhjamit çdo. Agjerim 14-16 orë 2-3. Ditë kafe të zezë para ecjes, proteina në çdo vakt, kujdes. Mos has nackë e mos pi alkool, rezultat. Barku fillon të tkuret, rrobat ndihen më të lira. Java 3. Formësimi i barku, qëllimi. Bark më i shesht dhe më i fortë çdo. Ushtrime të lehta përcore, 10 min ecje pas darkëgjum të rregullt mbaj. Orar ushqimistres të ulët, rezultat. Forma e barkut ndryshon dukshëm. Java 4. Stabilizimi, qëllimi. Të mos rikthehet dhjami çdo, një vakt i lirë. Në javë fleksibilitet, jo ekstrem, mos bëj. Kthim të zakonet e vjetrangrënie emocionale, rezultat. Bark i shesht, kontroll afat gjatë. Kër barku ngecec, çfarë të bësh nëse pas 2-3 javësh pesha nuk bie, barku nuk ndryshon zgjidhje. Rrit ecjen, 10 min, hiq darkën 2-3 herë në javë, pi më shumë, kontrollo gjumin, mos ndrysho gjithçka një herësh. Një rregull mjafton. Gabimi është rikthen barkun, 90 i e bëjnë, e hoqa barkun. Tani hasi më par trupi. Mban mend, zakonet reagon shpejt zgjidhja. Rregulli 80-20 shumicën e ditëve, korrekt disa ditë fleksibël, transformime reale, çfarë të presësh. 7 ditë fryrje më pak bark më i butë, 14 ditë bark më i shesht, oreks më i kontrolluar, 30 ditë ndryshim i dukshëm, vetbesim më i lartë, 90 ditë bark i ri, stil jete i qëndrueshëm. Pyetjet është shpeshta, a duhet palestër? Jo. Ecja mjafton? A duhet dietë strikte? Jo. Rregull, orar, a kthehet barku? Vetëm nëse kthehesh te zakonet e vjetra. Jo çdo bark është i njëjtë. Ajo që funksionon për një person, mund të mos funksionojë për një tjetër, nëse nuk kuptohet shkaku real. Në këtë pjesë do zbërthejmë barkun sipas gjinisë, moshës dhe situatave specifike. Barku të këmeshkujt, bark bire dhe vërteta e tij tek meshkujt. Dhjami i barkut lidhet kryesisht me insulinë të lartë, alkostres, mungesë. Gjumi i barku i birës nuk vjen vetëm nga bira, por nga sheqeringrënia natonulja e testosteronit, zgjidhja për meshkujt. Hiq alkoolin për 30 ditë, ha më shumë proteina, fli minimumi 7 orë, ec çdo ditë, rezultat. Barku reagon shpejt te meshkujt. Barku të femrat, hormonet janë çelësitek. Femrat, barku lidhet shpesh me estrogen të çrregulluar, stres kronik, dieta ekstreme, mungesë yndyrash të shëndetshme, gabimi më i madh.
Të hash shumë pak stërvitesh shumë fort, kjo rrit kortizolin dhe bllokon barkun. Zgjidhja për femrat. Mos e hiq yndyrën, vaj ulliri, avokado, mos anashkalo vaktet më pak kardio. Më shumë ecje gjumi prioritet, barku pas moshës 40 vjeç pse është më i vështirë. Pas të 40 ave, metabolizmi ngadalësohet, hormonet ndryshojnë, muskujt humbin maspor. Kjo nuk do të thotë se është e pamundur. Strategjia fituese. Proteina në çdo vakt, agjerimi lehtë, ecje, ushtrime bazë, mos ha natën pas 40 ave. Rregullsia vlen më shumë se intensiteti. Barku pas lindjes, realiteti pa filtra pas lindjes. Barku nuk është vetëm djamsht, edhe muskul. Lëkur hormonet janë ende në tranzicion gabim. Dieta strikte me një herë ushtrime të rënda çfarë funksionon. Durim 3-6 muaj, ecje ditore, ushtrime të lehta, përcore, ushqimi plot. Jo pak trupi ka nevojë për kohë për të rikuperuar. Kërë barku është. Dhjam jo gjithmonë barku është dhjam. Mund të jetë fryrje nga intoleranca, ushqimore, kapsull, stres, probleme hormonale, mbajtje ujshenja. Barku fryhet gjatë ditës në mëngjes, është më i sheshtë, nuk ndryshon pavarësisht dietës zgjidhja. Hiq bulmetin për 7 ditë, hiq glutenin për 7 ditërit, ujin kontrollo stresin. Barku emocional, kur ushqimi nuk është problemi, ngrënia emocionale. Vjen nga stresi, mërzjan, këti barku bëhet i fortë, i fryri, i qëndrueshëm zgjidhja. Identifiko shkakun, mos u ndëshko krijo rituale qetësuese. Trupi reagon ndaj emocioneve, po aq sa ndaj ushqimit. Nëse e ke ndjekur këtë seri nga fillimi, tani ke diçka që shumica nuk e ka qartësi. Barku nuk është armiku yt. Ai është pasojë e zakoneve, stresit dhe sinjaleve hormonale. Kur rregullon shkakun, barku largohet vetë. 6 super armat për mbledhje e plot. 1. Ushqimi që ul insulinën, pak sheqer, pak miell i bardhëm, shumë ushqim real. Barku largohet kur insulina ulet. 2. Uji dhe detoksifikimi natyral, 2-2-5 litra në ditë ujë. Limon në mëngjes me pak krip industriale, trupi djeg, dhjam vetëm kur është i hidratuar. 3. Gjumi dhe hormonet 7-8 orë gjumër sirpa, telefon para gjumit, gjumi i keq, bark i fort. 4. Agjerimi ndërprer 14-16 orë, jo çdo ditë pas stres, kur nuk ha shpesh, trupi djeg. 5. Ecja, arma më e nënvlerësuar, 30-45 minuta çdo ditë pa lodhje pas stres, ecja djeg bark më shumë se palestër e tepërt. 6. Qetësia mendore, pak stres, më pak obsesion, shumë durim, barku ikën kur trupi ndihet i sigurt. Plani jetësor funksionon gjithmonë, edhe ditë ujë në mëngjes, ushqimi thjesht, ecje gjumë. Çdo javë një vakt i lirë, kontroll stresi, peshim vetëm një herë. Çdo muaj rishiko zakonet, mos u ndëshko, vazhdo, konsistenca fiton gjithmonë. 10 rregulla të arta hës duhen thyer. 1. Mos ha natën. 2. Mos pi kalori. 3. Mos e hiq yndyrën e shëndetshme. 4. Mos e lufto barkun. 5. Mos u krahaso. 6. Mos kërko perfekcion. 7. Mos ndiq dieta ekstreme. 8. Mos neglizho gjumin. 9. Mos u streso për peshën. 10. Mos u dorzo, motivim real, e fraza boshe. Nuk ke nevojë të jesh perfekt. Ke nevojë të jesh i veçëndrueshëm. Barku nuk largohet brenda natës, por ikën përfundimisht kur respekton trupin, i jep kohë, ndalon se luftuari me veten. Trupi yt nuk është kundër teje. Ai po përpiqet të të mbrojë. Mesazhi fundit, nëse e zbaton këtë sistem, jo për 7 ditë, jo për një muaj, por si stil jetë, barku nuk do të kthehet më.